Në një rrugë të errët, ku shpresa dhe dëshira për ndryshim përplasen me sfidat e një realiteti të ashpër, ndeshen historitë e personave që kanë përjetuar kohë të vështira. Në këtë rrëfim, dëgjohen zërat e atyre që, duke u përballur me presionet dhe paragjykimet e shoqërisë, kanë kaluar nëpërmjet një eksperience që i ka ndryshuar përgjithmonë. Përfshirja e të miturve në një rrugë pa kthim është një dëshmi e vuajtjes dhe e forcës së brendshme, një udhëtim i dhimbshëm por edhe i mbushur me dëshirë për shpëtim dhe rigjallërim. Në një botë ku kufit midis fëmijërisë dhe pjekurisë shpesh mbeten të paqarta, fenomeni nuk është spontan dhe qëllimet e grupeve kriminale janë të qarta. Synojnë të miturit, sepse ata thyhen më lehtë dhe dalin me vështirësi nëse bien prej në këtë moshë. Braktisi shkollën në moshën 13 vjeçare për t'u përfshirë në një botë plotësisht tjetër. Një botë që në fillimet e tij ai nuk mund ta imagjinonte se si do të ishte aq e errët dhe degraduese. Dëshira për të ndihmuar familjen, për të mbuluar shpenzimet dhe për të siguruar një jetë më të mirë për të dhe për të afërmit e tij, e shtyu të merrte një rrugë të pasigurt. Pasojat e kësaj vendimarrje ishin të mëdha, pasi ai u përfshi në një punë që e çoi në një varg peripetësishe vështirësish. Gjatë rrëfimit të tij ekskluziv, i mituri tregon se pas braktisjes së shkollës, e gjeti veten në një situatë që shpesh ka qenë në rrezik për jetën e tij. Puna që kishte marrë mbi vete, jo vetëm që ishte e rrezikshme, por edhe e padëshirueshme në shumë aspekte. Çdo ditë përballej me kushte të rënda, ndonjëherë duke u ndjerë se shpresat e tij po shuheshin. Ai shpjegon se ky hap drastik ishte i detyruar nga një rrethan shumë e vështirë. Mamaja e tij ishte sëmur dhe kishte nevojë urgjente për një operacion që do të mbulonte një pjesë të rëndësishme të shëndetit të saj. Ky operacion, që kërkonte shumë para, ishte një barë e rëndë për familjen e tij dhe ai ndjeu se ishte i vetmi që mund të bëjë diçka për ta shpëtuar nga kjo situatë. Duke kaluar mes kësaj bote të errët dhe të pasigurt, ai kaloi nëpër shumë vështirësi dhe frikë për jetën e tij, duke e gjetur shpesh veten në situata të pasigurisë totale. Por, megjithatë, qëllimi i tij ishte gjithmonë i njëjtë, të sigurojë që në fund të gjithë të ishin të sigurt dhe mund të kalonin këtë periudhë të vështirë. Por çka e çoi këtë të mitur drejt kësaj rruge? Unë kalosha një mal, në veni kur isha unë ishte poshtë. Ras një mali, në parasysh. Edhe unë duhet ta kalosha mes për mes, të kalosha edhe një mal kodër, një kështu si lartë ishte, për shkote 3 orë vetëm me shku, 3 orë, 4 orë, në kam. Për me kalu atje aty ku ishte toka, që ishte miell, gjaja. Dhe unë duhet hapsha gropat, hapsha me ilo paqëm, kishin sjell ato. Hapsha gropat dhe i fusha, i mjellsha. Dhe ato kishin frikë shumë të mos isha në zonë teme, din isha një zonë tjetër, sërësi isha aty ku unë prika jam, unë isha një zonë tjetër. Unë së disha ku më kishin qu ato, s'kisha qenë kurrë. Edhe atëherë që shkosha me taku një herë kam pashku për ditëlindjen të mamës, kam pashku me taku mamën, më çoi burr në traktor. Derisa kalova ato fushët atje, s'kishte kush më çu, ishte 4 orë larg venit, ishim në qytet tjetër, në vend tjetër, unë s'kisha asnjë aty. Dhe unë hapsha gropat, i futsha, i mjellsha. Dhe i risha gati, ju isha, i basha, normalisht gjatë verës bëhen këto. Po dhe kur marrosha krejtë, si shuhet ajo hujt, i kishin montuar tonë vetëm me hapshën e myllsha. I disha në kohë se më kishin shpjegu. Së se mesha vesh për i banë rrugës, një herë që u vysh, më thanë s'ke ma lek, kena me pa probleme. Dhe më rëpa kupton për i hallit unë himsova ato. Kanë përqenu? Më kanë thënë që nëse hiki, do të bëjmë probleme.
Po ato e dishin, unë isha fëmijë i vogël, se do isha problem për ato, mu për herë më thoshin do rrish se kështu duhet, se do t'japim lek, se do ashtu. Unë rrisha. 2 vite kanë kalu kështu, vitin e 3 punova prap shumë, që të rrisha gati punës. Fillova të marrë dhe lek, normal lek mrapa fillosha t'u i fshe nëpër gropa. Dhe kur më kanë ardhur disa herë njerëz tjerë se e dishin që unë isha aty, ishte i kalamaj vogël, një herë na pa një shoban, dhe dita që nuk isha lek, se e mori me men. Kanë ardhur disa herë më kanë dhaf. Po lek s'kan gjet, unë më mirë të më rrifshin se të më jashin lek. Lek s'kan gjet. Unë nuk isha, unë i kisha grupas lek, se disha se të vishin me mrraf tjertë. Sa lek me shëndit, kur e me që pagesa? Kisha edhe pagesë ditore, për shërbimin, ato më jepshin lek me hangër, s'është se më jepshin lek për me hangër, se më sillshin ato ushqimet, po në fund filloshin t'u dha 100.000 lek, 200.000 lek, 500.000 lek, Skënderbeu, gjitha mi jepshin ato, e unë vetëm i mesha i fuça në kavanozë, i fuça në tokë, mi rujt. Fund fare kam ba shumë lek, nuk i di sa kam ba shumë lek, se krejt për zotin i dosha veç për mamen. Maksimumi mund blesha një paket për vetë, ose një qibuk për me hangër, kaq, kur dosha unë me hangër. Ke provu në herë pimin e kanabisit? Jo, si herë për zotin. Për zotin as i herë. I herë isha do tjerë që pishin edhe ishin, boshin keq, u zvershin, u boshin tjerës, nishin të qeshkat. Dhe unë as i herë s'kam pi, si herë. Unë as herë s'më një ngjosha. E kur ngjosha herë më kapti e dhejmë të kryti. Dhe e lesha krejt. Vetëm kam bat punin që më thoshin ato. Mrapa vitin e 3, fillum të punu, kisha harru gjitha, kisha i vit pa mamen, se edhe ndime nuk isha të shtëpia. Rrisha me to se nëse isha të shtëpia e disha s'më lete mama, i herë që shkova, ishte era 2-3 që shkova me taku mamen, kish marrë malli. I herë që shkova, më nryllin shtëpi se dite që do t'iksha prap, unë derisa kam thy dritarë dhe kam dal për dritarë, se po të pas shkosha do i bashim problem të punës. Dhe kam ikë prej asaj herë, nuk kam ikë më. Derisa vitin e 3 i kapen, marroj gjitha, u djekën gjitha ato, dhe jam shumë mirë tash që nuk jam atje, nuk du të shkoj kur atje, kur asnjëherë nuk du të shkoj atje. Asnjëherë më nuk du t'ikë, se është shumë e rrezikshme, nuk është gjë e mirë. Ishe bashkëshortar tu, që punoshin aty afër, ose që njifshin në një tjetër, që merrej me këtë punë? Jo, isha vetëm unë, pastaj ishin vetëm të tjerë që vishin aty sa me pa punën, si bojmen as për ftyra, si se vishin shumë pak e ikshin. Vinte për herë një tjetër, vishin për herë 3, se ishte për herë njëti. Të që vishin dhe ikshin, ma ne unë nuk disha, nuk ishin të njëjtë ato, nuk i njifsha ato. Ka shumë fëmijë tjerë bashkëshortar tu të cilët janë marrë me këtë punë? Sërse kam shumë shokë, sërse kam shumë njerëz, për herë vetëm jam rritë, edhe atje vetëm kam qenë. Po kur e bona unë, mendoj që mund të bojnë dhe tjerët. Mund të bojnë prej hallit, të kupton, prej hallit si puna jeme. Se është të halli, nuk mund të ashtu do të moment të vdekur, se dikush mund të ketë motrën, dikush mund të ketë vllai, mund të ketë, nuk e di, dikë tjetër. Unë kisha mamen mëra përhise mua dhe e bana, po mendoj që edhe tjerë mund të bajnë, po do dosha shumë që asnjë njeri në botë mos ta bënte, se është shumë e rrezikshme, shumë e keqe, më mirë ato lek shkon punon diku tjetër. Unë isha i vogël, as më merrte kush lek, s'më jepte kush lek. Kamarierë unë shkova me punu, po s'më morën kush, se tha je i vogël, tha nuk din. Kam shumë me frika që një pjesë shumë e keqe, shpirizme, nuk du që as rinia të më gjenë kështu, nuk du as i dit tjetër të më gjenë kështu. Ka qenë
pjesa më e keqe, më kupton, se nuk isha i lumtur, unë qasha për natë, se dosha me një mu familjen. Edhe kur më morë t'ju që u taku, kur u takum, pash një 2 kalame në rrugë dhe për zotën dosha mu nale me ju tha që as kush pos me bë ma këtë punë, se është gja shumë e keqe. Se nuk s'ke siguri, s'ke t'ardhme, s'ke asisa. Unë du shumë me zhik në shkollë, unë e di se kështu si jam unë i tash, e të më kuptu, kështu si jam unë i tash, me ka gjana, unë e di se nuk unë do të me vazhdu në asnjë pjesë ditës, mundet askush me marrë mu. Edhe jam shumë i lumtur që ma nuk vazhdoj, nuk du me pa fara dhe nuk du me i harru gjitha. Po disha që isha shumë larg shtëpisë, isha shumë larg. Dhe nuk më ka thënë asnjë se nuk disha fare dhe kur gjagji e kuptoj, edhe kur pyet gjagji kujton se unë jam të rrejt, po nuk i maj me në gjanat. Veç du shumë që pesh bashkëtarët e mi, shokët dhe shoqet e mia të mos degradohet kështu si jam shkatruar sa keq. Du shumë që të filloj një jetë normale dhe të bëj mamin tim të lumtur. Kam pas frikë se mos më denoncoshin, ose mos më thoshin një gjë, po mrapa kur mora vesh erdhi policia dhe i kapen, u la dhe punë, dhe tash e shoh jam shumë i gëzuar që e gjitha ka marrë fund dhe nuk jam ma në frikë, edhe unë se vazhdoj ma kurrat punë, edhe lekët e funit që mora, normal masi e bani mami operacionin, se lekët u pasë, u punova 2 vit, korrik 2000 sana, kupton se majmë hen verë duke qenë prill, verë, diqa t'il. Punova pa pushim, nuk kam bërë fare pushim, vetëm kam let aty. Ndër faktorët që mund të ndikojë janë varfëria ekonomike, mungesa e mbështetjes familjare dhe sigurisht dëshira për të përballur me presionin e jetës, që ndonjëherë mund të shndërrohet në një mundësi përfitime të shpejta. Por ky vendim i mundshëm, i ndikuar nga shumë faktorë të jashtëm, shpesh nuk merr parasysh pasojat e rënda ligjore, shëndetësore dhe psikologjike që mund të përjetojnë këta të rinj. Janë motivet kryesisht ana ekonomike. Ana ekonomike që i detyron ata të punësohen në sektor fitimprurës, ku të ardhurat për atë punë që bëjnë janë shumë më të mëdha se çdo lloj pune tjetër që mund të bëjnë. E dyta janë çështjet të problemet e krizave që familjet kanë, kur rastet më shumica janë ato që kanë divorce, që kanë probleme të vështira, dhe këta përfitojnë duke shkuar dhe duke marrë dhe duke shfrytzuar këtë lloj kontingjenti të minorenëve. Arsyet pse përdorin fëmijët janë faktorë të ndryshëm. E para sepse është i favorizuar një minoren në raport me ligjin dhe policia ka një sjellje më miqësore në raport me fëmijët, lidhur me shkelje të ndryshme të cilët përbëjnë dhe vepra penale. Kur flasim për fëmijët, duhet ta përcaktojmë. Pra, flasim mbi moshën 14 vjeç deri në moshën 18 vjeç dhe mbi 18 vjeç. Pra, nga 14 deri në 18 vjeç fillon përgjegjësia penale. Pra, ky minoren trajtohet mbi bazën e ligjit për pjesë të procedimit penal. Nën 14 vjeç nuk mund të procedohet penal, në mënyrë penale, ndërsa mbi 14 deri në moshën 18 ka disa vështirësi, të cilët janë fakti që nuk mund të bësh dhe ta marrësh në pyetje pa praninë e një psikologu, pa praninë e një avokati, pa praninë e një kujdestari, pra shumë faktorë të cilët kanë atë që quhet ndjeshmëria e moshës. Dhe dënimet sigurisht ndaj tyre janë më të minimizuara në raport me klauzolën që përcakton ligji. Për shkak nëse ligji e ka që në rastet e kapjes për përdorimin, trafikimin e lëndëve narkotike deri në 100 gram dhe dënimi, masa e dënimit është nga 1 deri në 5 vjet, sigurisht është minimumi i masës së dënimit. E njëjta gjë është për sasitë e lëndëve narkotike
që janë mbi 10 kg etj. Varet mbi bazën e mënyrës se si kërkon gjyqtari ta interpretojë ose ta marrë masën dënimi që është më e favorizuar në minimumin e dënimit se sa në një majoren. Sipas kodit të drejtësisë penale për të mitur, sistemi penal shqiptar parashikon masa të veçanta për të miturit në konflikt me ligjin, duke përfshirë masat edukative dhe shmangen nga procedurat tradicionale. Por çfarë ndodh kur një i mitur hyn në një botë organizuar ku rreziku i dënimit është i përditshëm? Së pari, nëse janë në kushtet e flagrancës, do të shoqërohen të gjitha ata persona, pavarësisht nga mosha, sigurisht duke ra në nivelin e moshës 14 vjeç, të cilët janë moshë të cilët nuk kanë përgjegjësi penale. Pra bëhet verifikimi i personave, mosha e tyre, thërritet kujdestari, familjarët, psikologu, sepse duke qenë moshë delikate, ata nuk mund të trajtohen në mënyrë sikurse trajtohet dhe një majoren. Pastaj shkolla e edukimit e tjerë, këta janë pjesët e asaj të cilët në mënyrë ligjore vendoset për mënyrën e edukimit apo riedukimit të tyre. Kjo është tjetër gjë. Masa e dënimit, thash, për minorenët ose vetë policia e shtetit ka një qasje më miqësore në raport me minorenët për shkak të moshës dhe të pjesës delikate. Ajo çfarë duhet të hetohet dhe duhet të goditet do të jenë të gjitha ata të cilët i kanë punësuar këta, sepse po të shikoni në rastet më shumta kanë filluar të punësojnë minoren, por dhe gra. Rasti i Beratit, ku kishim në plantacionet e drogës, po e quajmë, ku ata kishin punonin sera, i merrnin me autobus, i jepnin për të ngrënë, i mbanin në strehuara, pra një sasi e madhe e grave. Pra përdorin këto elementë të cilët në raport me ligjin janë disi më të favorizuar, por përfitojnë dhe nga momenti që një pjesë e këtyre fëmijëve apo familjarëve të tyre kanë probleme sociale. Shko është një krim i cili dëmi që shkakton nuk është as gjoba dhe as burgimi, as vajtje në një proces riedukimi. Dëmi që i shkaktohet është inkriminimi i një gjenerate të re e cila po vjen. Dhe në momentin që e shtyn tek këto fenomene negative për të gjetur mënyrën për të pasuruar, është një dëm i cili shkakton jo vetëm thjesht familjes, jo vetëm individit, por rreth parë shoqërisë. Dhe dëmet të tilla patjetër janë, thash, me pasoja afatgjatë dhe nuk mund të jetë në kuadrin e edukimit të një familje, sesa do të jetë në përgjegjësinë e një shoqërie. Dhe shoqëria patjetër duhet të luftojë fenomenin dhe jo thjesht individin. Duhet të luftojmë fenomenin sepse kultivimi i lëndëve narkotike, futja e disa elementeve shumë negativ në shoqëri, prostitucioni, përdorimi i ambienteve për prostitucion, përdorimi i ambienteve për kultivimin e lëndëve narkotike, për laboratore e tjerë, është kthyer në një masivitet i cili ka krijuar problematika të cilët janë jo vetëm thjesht për një shoqëri të shëndosh apo jo, por edhe për elemente të sigurisë. Sepse një vend që krijon që nga fëmijët fillojnë inkriminohen, nëse ato të jenë kontingjent të botës krimit, ato do të përfshihen në krim, por ata mund të përfshihen dhe në akte terroriste, sepse paraja është ajo që mund të shtyjë për të bërë çdo lloj veprime, si në vrasje, ashtu dhe në akte terroriste. Në përfundim të rrëfimit të tij, i mituri reflekton mbi rrugën që kishte zgjedhur dhe pasojat e rënda që ajo mund të kishte sjellë. Ai thotë se puna në parcelën e kanabisit ishte një gabim i madh, nga i cili është tërhequr plotësisht dhe nënvizon se nuk do ta përsëriste kurrë një zgjedhje të tillë. Me bindje të fortë, ai thekson se nuk do t'ia sugjeronte këtë rrugë askujt tjetër, pavarësisht kushteve të vështira që shtyn atë drejtim, veçanërisht varfëria dhe sëmundja e nënës. Ai tashmë ka kuptuar se rrugë të tilla nuk sjellin zgjidhje, por rreziqe që mund të dëmtojnë rënd të ardhmen e një njeriu. Nuk e bën edukimin policia, edukimin e bën shkolla, e bën sistemi arsimor, e bën familja. Një familje e shëndosh sigurisht ka dhe një fëmijë të shëndosh. Nëse nuk do të funksionojnë sistemi arsimor, nëse nuk do të funksionojnë aktivitetet kulturore, nëse shoqëria nuk ka një qëndrueshmëri ekonomike, janë gjithë këto faktorë social që i shtyjnë ata që t'i bëjnë. Nëse ne nuk rregullojmë bazën, nuk zgjidhet me polici, as me edukimin nëpërmjet policisë, as nëpërmjet sensibilizimit, se nuk është se po i bëhet vonë, por çfarë themi ne nëpërmjet sensibilizimit. Ai sheh ekonominë e tij të përditshme, sheh fundin e muajit, sheh problematikat,
e krahason fëmijërinë e tij me fëmijërinë e dikujt tjetër që bën jetë luksi dhe bën jetë më të mirë, dhe sigurisht pastaj fillon ai që quhet revoltë sociale të brezave për shkak të situatës së rënduar ekonomike. Me një ton pendimi dhe ndërgjegjësimi, ai bën thirrje që askush të mos lejojë që nevoja ekonomike t'i çojë drejt veprimeve të paligjshme ose të rrezikshme. Ai përfundon mesazhin e tij duke u bërë apel të rinjve që të zgjedhin zgjidhje të ndershme, të sigurta dhe që nuk të cënojnë dinjitetin apo jetën e tyre, sado të vështira të duken ato në fillim. Me këtë mesazh, ai ndan përvojën e tij për të treguar se largimi nga rrugë të rrezikshme është i mundur dhe jetësor për një të ardhme më të mirë. Thank you.